Shpesh do? Qëto? Gati bu programja? Jam bu. Unë me qenë këtë program ta? Bravo, mirë shumë. Kjo është programi i LDK-s, vullnetarët tonë kanë me dorë me shpërndarë gjithë të andej Kosovës. Është programi më i mirë që ka sot në ndonjë parti politike në Kosovë, është program i rritjes pagës për 80.000 punësuar në sektorin publik. Me këtë program SUSV paga bëhet 1.000 euro, policëve 900 euro, zjarfikësve 900 euro, infermierëve 975 euro, mjekëve 1.200 euro e kështu me radhë. Është program i të rinjve, i 40.000 të rinjve që do të punësohen e trajnohen në sektorin e teknologjisë informative dhe i secilit posa diplomuar i cili do të merr punë të garantuar me pak prej 500 euro për 6 muaj të ardhshëm. Bez gjitha ky program është edhe i pensionistëve. Pensionet do të rrisim secilin vet 200 vitin e parë, 250 vitin e dytë dhe 300 në vitin e tretë. Po përveç programit të mbështetjes sociale, ky program është edhe zhvillimor. Është jashtëzakonisht zhvillimor, është programi centrali 3 me gaz, stadiumi 3 kombëtar, spitali 3, e mbi gjitha projekteve të mëdha infrastrukturore që s'kanë marrë formë në Kosovë tash 5 vite më radh. Do ta bëjmë unazën e kryeqytetit, autostradën e Gjilanit, e cila është lënë llaç tash sa kohë, rrugën për Pej, rrugën për Podejev, rrugën për Mitrovic dhe rrugën për Gjakov. Këto dhe çështje të tjera janë program. Wow, keni visualizuar? A është për kamerë keni? Programi me marr, me dërgu gjithë andej Kosovës, me njerëzit tonë, me njerëzit e Kosovës, se ky program është për ta. Jam shumë i lumtur që kemi bogati, le të flasim për programe sa më pak për fjalë për ndarje e përçarje. Zgjidhni shpresën, ju faleminderit.